Tirana bëhet kryeqyteti i parë në Ballkan që ka një numër të integruar emergjencë pas vendeve të Bashkimit Evropian. Numri i telefonatave është rritur 3 fish. Është sistemi unik i telefonatës 112, i cili përfshin policinë e shtetit, urgjencën dhe zjarrfikset. Është kryeqyteti i parë në Ballkan që implementon numrin unik. Numri 112 është implementuar në muajin qershor, në 7 qershor, dhe brenda muajit qershor ka rritjen e 3 fishit telefonatave, në krahasim me numrat e zakonshëm që janë përdorur më përpara. Brenda 5 sekondave operatori, pra mesatari, brenda 5 sekondave operatori përgjigjet telefonatës. Dhe kozgjata e telefonatës mesatarisht është rreth 38 sekonda. Pastaj telefonate reagojnë shërbimet. Varet në varësi të distancës, por reagimi është i shpejtë. Hartë janë me GPS shërbimet, poshtë janë kamerat e trupit, ato që lëvizin janë shërbimet e policisë që lëvizin, dhe nga momenti i marrjes telefonatës në momentin e arritjes, ne masim sistem kohën e përgjigjes policisë ndaj në mënyrë elektronike, po të shikoni, shqetësimi i qytetarit shkon sipas operatorëve të komisariatëve, pra nëse kemi shqetësim ose një problem ose një ngjarje në komisariatin numër 1, po themi policia, këtu është policia rrugore, atë në mënyrë elektronike i shkon operatorit policisë rrugore, i cili ka radion që komunikon me shërbimet. Pra, humbja e kohës është zero. Muajin qershor janë rreth 40.000 telefonata, kurse muaj maj janë rreth 13.200. Pra, pothuajse është 3 fish. Dhe ajo që është më e rëndësishme është që nuk ka asnjë humbje telefonate. Do shtrihet ky sistem. Po. Në gjithë Shqipërinë. Ne vazhdojmë me Durrësin, vazhdim, dhe pastaj në gjithë Shqipërinë. Ndërkohë, brenda shumë pak kohësh do fillojmë regjistrimin e telefonatave. Pra ne do monitorojmë edhe sjelljen e operatorit, edhe telefonatën e qytetarit, dhe në çdo eventualitet më pas, ne do e kemi telefonatën e qytetarit të regjistruar, çdo telefonat. Policia e shtetit është një nga vatrat më aktive të revolucionit ton teknologjik dhe të transformimit të teknologjisë re në një instrument shumë efektiv për t'u shërbyer më mirë qytetarëve. Dhe sa më shumë policia e shtetit ecët në drejtimin e dur, nën drejtimin me vizion dhe me vendosmëri të ministrit brendshëm, aq më shumë kësaj skuadre i lindet drejta thotë qend le të lejnë, karvani do ecë përpara.